Jerësia e tij Nikodhimi, peshkopi i Bostonit dhe kryepeshkopatës ortodokse shqiptare në Amerikë, kreu një vizitë 10 ditore në Shqipëri. Kreu i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe peshkopi i kryepeshkopatës ortodokse të shqiptarëve në Amerikë, jerësia e tij Nikodhimi, zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri nga data 9 deri 18 shkurt, shoqëruar nga atë Marku Doku, atë Kahaber Kaj Kurdanizhe dhe Matthew Sotir. Vizita kishte për qëllim forcimin e marrëdhënieve mes dy kishave motra dhe thëllimin e bashkëpunimit në projekte të përbashkëta krishtere. Më 10 shkurt, delegacioni u prit në Tiranë nga kryepeshkopi Joan, më 12 shkurt në Korçë, peshkopi Nikodhimi u prit nga mitropoliti Anastasi në katedralen Gjallja e Krishtit, ku u shkëmbyen mesazhe vëllazërore dhe u vizitua kisha historike e Burimi e Dënës. Aktualisht në rindërtim, delegacioni vizitoi gjithashtu manastirin e Fjetës së Ylindëses Marinë në Boboshtis dhe manastirin e Shën Joan Prodhomit në Voskopoj, duke u njohur me investimet e organizimin e kampeve verore për të rinj. Më 15 shkurt, peshkop Nikodhimi bashkë me shoj në katedralin Gjallja e Krishtit dhe mbajti një ligjëratë shpirtërore me temë mbi gjykimin e fundit, e cila u prit me interes nga besimtarët. Gjatë vizitës ai dha intervista për median kishtare, zhvilloi takime me të rinj dhe u takua me mitropolitin e Fierit Nikollën. Vizita u karakterizua nga frymëja e unitetit, bashkëpunimit dhe forcimit të lidhjeve shpirtërore mes kishës në Shqipëri dhe asaj në diasporë.